Po dëme kemi në grur, kryesisht gruri i mbjell, deri tani, atje ku nuk është, ku realisht është përmbytur, ne nuk shpresojmë që të kemi një prodhim nga këto sipërfaqe të mbjella me grur. Njëkohësisht, dëmtime janë shquar edhe tek pemtaria, edhe tek ato pemë që kanë pasur, realisht ato agrume që kanë pasur kokra, nga breshret që kanë rënë her pas here, që janë shoqëruar pastaj dhe me këto meshirat, kuptohet që ka një dëmtim të pariparueshëm. Dëm ka pasur tek ushqimi i blegtorisë, që në zonat e përmbytura është bërë i pa ngrënshëm për blegtorin, i pa përdorshëm për blegtorin. Në fushën e bletarisë përsëri ne kemi pasur dëme, pavarësisht nga masat që janë marrë, ka pasur dëme edhe në bletari, ka pasur dëme kryesisht tek perimet e fushës, por e ripërsëris edhe tek perimet në sera, kjo si rezultat i ngrisave që kanë ndodhur. Pra dëmet janë të konsiderueshme. E rëndësishme është tani që ne të punojmë fort dhe të zbllokojmë ato sipërfaqe toke që janë akoma të evaduara nga uji, të cilat